Në Pruell të Lezhës, turizmi po shihet gjithnjë më shumë si një mundësi reale zhvillimi për zonën, peizazhin natyror, kultura dhe pelegrinazhin e kishin shekullore të Shen Lezhdrit, po tërheqin vizitorë të shumtë, ndërsa banorët besojnë se kjo pasuri duhet të shfrytëzohet më mirë për zhvillimin e turizmit lokal. Vitet e fundit në zonë ka nisur ndërtonë të bujtina, ndërkohë kisha e vjetër e cila mbart brenda saj histori dhe traditë të hershme konsiderohet një ndër pikat më të rëndësishme të vizitës për turistët dhe pelegrinët. Pamja panoramike që ofron Pruelli është një tjetër element tërheqës. Darë shtë të knaqesh, ka lezet vesh me pa këtu, në rreth e përqarë Mosil, shef gjithë në Shqipërisë. Kjo është një vend turistik nga vetë natyra, kjo është një mal shumë, është mali për të se maj larti, ku shefit që nga Shkodra, nga bushati Shkodrës, deri në Durrës, në Kruj, po të shofim linje, shofim deri në zonat e Mjerditës e të Matit, është një vend piktoresk. Po kjo shumë rëndësishme, se gjove një vend i kësaj natyre ka rëndësinë e vetë, i shpirt, në mendje, në gjithë. Është një shenjtë shumë i njohtur edhe shumë i lutur, edhe një shenjtë shumë i nderuar në lindje dhe në perëndim kishën ortodokse dhe në kishën katolike, edhe për ne, për Pruellin, për Spitenin, për këtë familjen Jezusi i Bari i Mirë, ky shenjtë ka një veçanti dhe një rëndësi të madhe sepse, siç e thatë edhe vetë, paraprakisht më rrin t'i bashkojë të gjithë njerëzit nga gjitha anët dhe të frymëzojë me jetën e tij. Deputeti Gjingjoni kërkoi më shumë vëmendje ndaj zonës, veçanërisht për ndërtimin e rrugës. Çështja e kësaj feste, e cila është kthyer në pelegrinazh jo vetëm për banorët e kësaj zone, por edhe për banorët e tjerë të qarkut të Lezhës, kërkon një investim në lidhje për sa i përket të rrugës, e cila është një rrugë e vështirë, por njëkohësisht këtu ka filluar edhe ndërtimi i bujtinave dhe është, siç e shihni, është një zonë turistike me shumë resurse, të cilët mund të afrojë burime të mëdha financiare për banorët e kësaj zone, por njëkohësisht edhe për të shijuar bukuritë e kësaj natyre. Të marrin masat për ndërtimin e kësaj rruge në drejtim të kishës, por njëkohësisht për t'u afruar edhe infrastrukturën e nevojshme të gjitha bujtinave të cilët janë të ndërtuara ose janë ndërtim me sipër. E ndodhur mbi Kodrën Bokjan, siç njëjtë nga vendasit, Pruelli ka nisur vitet e fundit të kthehen në destinacione vizitueshëm nga turistë e pelegrinë të shumtë.